Mirdita, hapim seancën plenare në bazë të nenit 30 të rregullores, ju njoftoj rendin e ditës. Projekt vendim për shkarkimin e kryetarit Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Përpara se të vazhdojmë me rendin e ditës, ju njoftoj se nga ana e KQZ-s është depozituar në Kuvend një vendim për dhënien e mandatit të deputetit kandidates së listës shumë emërore të Partisë Socialiste, Qarku Vlorë, zonja Briseida Çakëri, pas krijimit të vakancës në Kuvend nga dorëheqja nga mandati i deputetes të zonjës Brunilda Mersini. Sot, në mbështetje të nenit 13 të rregullores, është mbledhur Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin për të verifikuar mandatet e deputetëve të zgjedhur nga KQZ-ja. Raportin do ta paraqes zoti Bledi Çomo. Fjala për ju, zoti Çomo. Faleminderit zonja drejtuese seancës, të nderuar kolegë. Sot në datën 30/10/2025 u mblodh Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin për verifikimin e mandatit deputetes zonjës Briseida Krenar Çakëri, të ardhur nga lista shumë emërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Vlorë. Sot po paraqesim këtë raport në mënyrë të përmbledhur të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin të verifikimit të mandatit deputetes zonjës Briseida Çakëri. Kuvendi në mbështetje të nenit 164 të kodit zgjedhor, i është drejtuar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të njoftuar për vakancat e krijuara nga dorëheqja nga mandati deputetes të zonjës Brunilda Mersini. Për shkak të njoftimit vakancës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimin numër 1455 datë 29/10/2025 i ka dhënë mandatin e deputetit kandidatit vijues të listës shumë emërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, zonjës Briseida Krenar Çakëri. Pas verifikimit që u bë mandatit fituar dhe krahasimit me legjislacionin e aplikueshëm, rezulton se vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhjeve ka respektuar kërkesat e parashikuara në nenet 69, 70 dhe 71 të Kushtetutës Republikës së Shqipërisë. Për sa i përket procedurës së dhënies së mandatit, është respektuar neni 164.2 i ligjit 10.019 datë 29/12/2008 Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, sipas të cilit mandati ndërprerje kalon kandidatit vijues të listës së së njëjtës parti politike në zonën zgjedhore përkatëse, si dhe kanë ruajtur balancën e gjinisë të përfaqësuar. Në konkluzion, sa më sipër, Këshilli vlerësoi se deputetja zonja Briseida Krenar Çakëri nuk rezulton të ketë asnjë paligjshmëri në zgjedhje që ta pengojë atë për të bërë betimin në seancë plenare. Përpasoj, zonja Briseida Çakëri, që ka fituar mandatin e deputetit në mbështetje të nenit 4.1 të rregullores së Kuvendit, ftohet në seancën plenare të Kuvendit për të bërë betimin, sikurse për të filluar ushtrimin e mandatit të deputetit. Faleminderit. Faleminderit zoti Çomo. Në mbështetje të nenit 72 të Kushtetutës dhe nenit 4.1 të rregullores së Kuvendit, ftoi deputeten e re për të bërë betimin. Në mbështetje të nenit 4.3 të rregullores së Kuvendit, do të lexoj tekstin e betimit, ndërsa zonja Çakëri do të ngrihet në këmbë dhe do të deklarojë betohem. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputet i popullit në Kuvend. Do të përfaqësoj dënjësisht popullin, do të bindem Kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me gjitha fuqitë e mia për përparimin e atë dheut dhe mirëqenien e popullit tim. Zonja Çakëri. Betohem. Urime dhe punë të mbarë. Të nderuar kolegë, kjo është një seancë e posaçme e zhvilluar mbi bazën e kërkesës së depozituar nga një grup prej 36 deputetësh të Partisë Demokratike me objekt shkarkimin e kryetarit Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Në këtë seancë do të prezantohet kërkesa dhe raporti i pakicës parlamentare, si dhe raporti i shumicës parlamentare. Gjithashtu, në bazë të nenit 114.4 të rregullores së Kuvendit, kryetari i Kuvendit do të dëgjohet në seancë plenare. Vijojmë me çështjen e rendit të ditës, në mbështetje të nenit 75 të Kushtetutës dhe nenit 114.4 të rregullores së Kuvendit, ju sqaroj se kërkesa me numër 2509, datë 19/9/25, është paraqitur nga një grup prej 36 deputetësh që i përkasin grupit parlamentar të Partisë Demokratike,
dhe ka si objekt shkarkimin e kryetarit kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Në mbështetje të rregullore së Kuvendit të Shqipërisë në 114 të saj, kërkesa është diskutuar në Këshillin e Legjislacionit, i cili përbëhet nga përfaqësues të mazhorancës dhe përfaqësues të pakicës parlamentare. Në përfundim të mbledhjeve që ka mbajtur Këshilli i Legjislacionit, është hartuar një raport nga përfaqësuesit e pakicës dhe një raport nga përfaqësuesit e shumicës në këtë këshill. Ju ftoj kolegë të ndiqni raportet përpara procesit të vetimit. Kush do ta marrë fjalën për prezantimin e kërkesës së raportit pakicës parlamentare? Ju lutem, zoti Shehaj, kjo është një seancë e posaçme dhe ju lutem, nuk ka diskutime jashtë këtij procesi. Kështu që do t'ju lutem shumë. Lexojeni edhe një herë nenin 49 që ka të bëjë pikërisht për marrjen e fjalës për procedurë dhe meqense jemi në procesin dhe fjalën e kanë përfaqësuesit e pakicës parlamentare për prezantimin e raportit, ftoj zotin Ivi të mbarojnë raportet. Në seancën tjetër mund ta merrni fjalën për procedurë. Zoti Ivi Kaso, keni fjalën për procedurë, për paraqitjen e kërkesës dhe të raportit. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, të nderuar qytetarë që na ndiqni, të nderuar kolegë deputet. Sot nuk jemi këtu në një seancë me renditje të zakonshëm dhe të thirrur për të bërë një debat të zakonshëm. Jemi këtu për të adresuar dhe për t'i dhënë zgjidhje një situate në të cilën Kuvendi i Republikës Shqipërisë, institucioni që duhet jetë zemra pulsante e demokracisë, pasi sovrani i ka deleguar përfaqësimin, por rrezikon të kthehet në një institucion formal, pa zë, pa autoritet dhe pa dinjitet. Dhe kjo nuk po vjen si pasojë në një sulmi, faktori apo në një krize të jashtme, por si rezultati drejt për drejt i mënyrës se si po drejtohet ky institucion nga kryetari i tij, zoti Niko Peleshi. Në vetëm 2 seanca, ato të datës 16 dhe 18 shtator, pra vetëm 4 dhe 6 ditë pasi ishte betuar mbi kushtetut, dhe ishte votuar në pozicionin numër 2 të shtetit, zoti Peleshi ka konsumuar një sër shkeljesh të rënda, të dokumentuara, të përsëritura dhe të qëllimshme, të cilat nuk kanë patur vetëm qëllim dhe pasojë mbylljen e zërit të opozitës në parlament, por kanë cënuar rënd natyrën e funksionimin dhe autoritetin e këtij të fundit si organi më i lartë në një shtet demokratik, pasi buron drejt për së drejti nga vullneti sovranit. Kjo nismë për shkarkim që ju paraqitet sot për miratim, nuk është aksioni i radhës për një opozit, apo një akt politik i zakonshëm. Kjo është një thirrje për një përpjekje të përbashkët për të ndalur një rrëshqitje të rrezikshme të këtij kuvendi drejt një modeli të një institucioni të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Ne nuk jemi sot këtu për të kërkuar ndëshkimin ndaj një personi të vetëm, por rikthim të standardeve institucionale në një vend demokratik. Ne sot mbi të gjitha kërkojmë që kuvendi të rifitojë rolin e tij si garant i pluralizmit, si hapësirë për debat dhe si institucion që respekton kushtetutën. Me shkresën të cilën ju relatuat, zonja kryetare, 36 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë paraqitur dhe është përcjell pranë Këshillit Legjislacionit kërkesa me objekt shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zoti Niko Peleshi. Në përmbajtjen e kësaj kërkese, kërkuesit kanë argumentuar gjerësisht të gjitha shkeljet e konsumuara nga kryetari i Kuvendit gjatë seancave plenare, siç e thash të datave 16 dhe 18 shtator, të cilat përbëjnë shkelje të rëndë të kushtetutës dhe rregullores Kuvendit, të mjaftueshme për fillimin e procedurës së shkarkimit të tij nga pozicioni i kryetarit të Kuvendit, në kuptim të nenit 75.1 të kushtetutës,
të nenit 114.4 të rregullores kuvendit. Edhe vetë shërbimi juridik i kuvendit, në momentin që e ka referuar këtë kërkesë pranë Këshillit Legjislacionit, shprehet se nga pikpamja e aspektit formal kërkesa i plotëson ato kriteret e parashikuara në pikën 1 të nenit 114 të rregullores kuvendit dhe se kjo kërkesë është firmosur nga 36 deputet. Po pas depozitimit të kësaj kërkese, bazuar dhe në këtë opinion të përgatitur nga shërbimi juridik i kuvendit, kryetari i kuvendit ka urdhëruar ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes Këshillit Legjislacionit në datën 6/10 me rendin e ditës në radhë të parë konstituimin për herë të parë të Këshillit Legjislacionit për këtë legjislaturë dhe më pas shqyrtimin e kërkesës së 36 deputetëve për shkarkimin e vetë kryetarit të kuvendit. Këshilli i Legjislacionit ka zhvilluar 2 mbledhje për shqyrtimin e kërkesës 36 deputetëve të Parlamentit të Republikës Shqipërisë, po përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në cilën janë debatuar argumentat dhe shkaqet ligjore të cilat motivonin këtë grup kërkuesish për të kërkuar shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Gjatë këtyre mbledhjeve është bërë një relatim i gjerë dhe mjaft i hollësishëm i kërkesës, jo vetëm nga unë me cilësinë e relatorit dhe përfaqësuesit të kërkuesve, por edhe nga kolegët e palës tjetër. Gjithashtu janë paraqitur qëndrimet e relatorëve lidhur me këtë kërkesë dhe kanë shprehur mendimet e tyre në respekt të kushtetutës, të rregullores kuvendit dhe të precedentit parlamentar të krijuar në këtë aspekt, gjithë deputetët e tjerë antar të Këshillit Legjislacionit. Në mbledhjen e tretë të zhvilluar në datën 28/10, të 2 relatorët, përkatësisht unë, në cilësinë e relatorit përfaqësues të deputetëve të pakicës parlamentare dhe deputeti Damian Gjiknuri në cilësinë e relatorit të deputetëve përfaqësues të majorancës, kemi paraqitur raportet përkatëse. Nga ana ime, përsëri në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, është mbajtur qëndrimin se kërkesa e paraqitur i përmbush kushtet formale, procedurale dhe substanciale për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, ndërsa nga ana e relatorit tjetër, zoti Gjiknuri, është mbajtur qëndrimi se kërkesa megjithëse përmbush kriteret formale o procedurale, nuk përmbush kriterin substancial për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Për shkak të barazisë shumicë pakicë, Këshilli i paraqet sot seancës plenare 2 raporte lidhur me kërkesën për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Dhe këtu, ju lutem, më lejoni një koment të shkurtër. Ka 2 raporte dhe 2 qëndrime, pasi jo se nuk janë të qartë udhërfyesit kushtetues dhe ligjor në këtë drejtim. Dhe jo se debati i gjithë kolegëve në Këshillin e Legjislacionit nuk nxori në dritë dimensionin e plot të shkeljeve kushtetuese dhe të rregullores nga kryetari i Kuvendit në vetëm 2 seancat e para kur ai kishte marrë këtë detyrë. Por se asnjë paradigmë ligjor nuk mund të kapi dimensionin e plot dhe as thellësinë e paradoksit politik, juridik dhe moral të një drejtuesi institucioni i cili vendos që ta anulojë vetveten. Të dikujt që ka pranuar të marrë rolin e përfaqësuesit dhe që vullnetarisht vendos të heqë dorë nga zëri i tij. E në këtë rast, mbrojtja që mund t'i bëhet është veçse me retorik politike dhe jo me argumenta kushtetues e me precedent parlamentar. Kjo, të nderuar kolegë, shpjegon dhe antagonizmin e 2 qëndrimeve dhe 2 raporteve që relatohen sot këtu përpara jush. Lidhur me seancën plenare të datës 16/9/2025 dhe shkeljet që janë konsumuar në to. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi me urdhrin nr. 1 datë 15/9/2025 ka njoftuar mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datën 16/9/2025 në orën 10 me rend dite miratimin e procesverbaleve të seancave plenare të datës 12/9/2025, njoftime, zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit, projekt vendim për zgjedhjen e sekretariateve të Byros Kuvendit dhe projekt vendimi për përbërjen e Byros Kuvendit. Po ashtu në të njëjtën ditë në të njëjtën orë, kryetari i Kuvendit me urdhrin nr. 2 ka njoftuar mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, po në të njëjtën ditë në orën 17 me rend dite projekt vendim për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit. Në orën 10, ashtu siç ishte përcaktuar dhe në urdhrin e thirrjes mbledhjes, është mbledhur seanca plenare e Kuvendit, gjatë cilës kryetari i Kuvendit ndër tjera ka relatuar
se është paraqitur një kërkesë nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla për ndryshimin e rendit ditës, duke përfshirë dhe shqyrtimin e projekt vendimit për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166 datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Po ashtu, kryetari i kuvendit ka relatuar dhe një kërkesë paraqitur nga 30 deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projekt vendimit për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166 datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores kuvendit të Shqipërisë të ndryshuar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, lidhur me këto dy kërkesa, i ka parashtruar paraprakisht kryetarit të kuvendit se thirrja e mbledhjes kuvendit dhe njoftimi i saj pa kaluar as 24 orë nga zhvillimi i seancës plenare është në kundërshtim me nenin 78.2 të Kushtetutës, ashtu si dhe me nenin 27.1.3 të rregullores kuvendit. Kjo e fundit parashikon se thirrja e mbledhjes kuvendit dhe njoftimi i rendit ditës bëhet publik si rregull 7 ditë përpara, por jo më vonë se 2 ditë përpara datës së caktuar për seancë plenare. Në këtë kuptim, duke qenë një mbledhje thirrur në kundërshtim me rregulloren, ajo nuk mund të prodhojë asnjë pasojë. Po ashtu, lidhur me shqyrtimin e projekt vendimit me procedurë të përshpejtuar, opozita ka sjellë në vëmendje se sipas nenit 83.2 të Kushtetutës, ashtu dhe nenit 28.4 të rregullores, shqyrtimi nuk mund të fillojë pa kaluar një javë nga data e paraqitjes kërkesës në seancë plenare. Megjithatë, kryetari i kuvendit ka vijuar me hedhjen e dy kërkesave në votim dhe me shumicë votash ka vendosur miratimin e tyre. Pas miratimit dy kërkesave, kryetari i kuvendit ka njoftuar thirrjen e mbledhjes së Këshillit për Rregulloret, Mandatet dhe Imunitetin për shqyrtimin e projekt vendimit për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166 dhe mbledhjen sërish të kuvendit në orën 12:30 për vijimin e shqyrtimit dhe miratimit të projekt vendimit. Gjatë mbledhjes së Këshillit për Rregulloren, 5 anëtar deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë parashtruar se këto ndryshime përveç se bëhen në mënyrë të njëanshme, duke shkelur për herë të dytë traditën e miratimit me konsensus ndërpartijak, shkelin në mënyrë flagrante dispozitat e Kushtetutës dhe rregullores kuvendit, të cilat rregullojnë mënyrën e thirrjes dhe njoftimit të mbledhjes kuvendit, ashtu dhe shqyrtimin e projekt vendimeve me procedurë të përshpejtuar jo më herët se një javë nga depozitimi. Pas rifillimit të seancës plenare, deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë parashtruar sërish qëndrimin e tyre sa i përket shkeljeve të Kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Kryetari i kuvendit ka njoftuar se për projekt vendimin për disa ndryshime në rregulloren e kuvendit nuk do të ketë diskutime, çka sërish është kontestuar nga deputetët e opozitës si shkelje e nenit 75.2 e Kushtetutës, e lexuar kjo së bashku me nenet 46.1, 48.1 dhe 117 të rregullores kuvendit, pasi i mohohet e drejta e fjalës deputetëve që dëshirojnë të diskutojnë rreth ndryshimeve të propozuara. Edhe ky qëndrim është injoruar nga kryetari i kuvendit, i cili ka vijuar me votimin dhe miratimin e projekt vendimit për disa ndryshime në rregulloren e kuvendit. Lidhur me seancën plenare datës 18/9/2025, në mbështetje të nenit 97 të Kushtetutës dhe nenit 110 të rregullores kuvendit, me urdhër të kryetarit të kuvendit më datë 18/9/2025 ora 10, gjithashtu është thirrur seanca plenare me rendite për miratimin e programit politik dhe përbërjes së Këshillit të Ministrave. Në përputhje me Kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit, deputetët e opozitës ishin prezent në sallë për të ushtruar detyrën e tyre kushtetuese dhe për të diskutuar mbi programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave. Sipas nenit 110 të rregullores kuvendit, programi politik i Këshillit të Ministrave dhe përbërja e tij paraqiten në kuvend nga kryeministri. Kryetari i kuvendit i dha fjalën kryeministrit, i cili pas disa minutave diskutim mori rolin e kryetarit të kuvendit, ndërpreu fjalën e tij dhe ja kaloi fjalën ministres virtuale Diella në kundërshtim të hapur me rregulloren e Republikës së Shqipërisë, me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloren e Parlamentit të Shqipërisë. Ky veprim që nuk mund të quhet në mënyrë tjetër përveç se veprim prej Karagjozi, dhe që cënoi rëndësinë kushtetuese të seancës plenare të datës 18/9/2025, u kundërshtua nga deputetët e opozitës përmes një veprimi që nuk shkel etikën parlamentare dhe që është formë reagimi që përdoret në të gjithë parlamentet e vendeve demokratike, siç është edhe rasti i seancave të fundit të Parlamentit Evropian, kur eurodeputetët pas refuzimit të kërkesës tyre për 1 minutë heshtje, kanë përplasur duart mbi tavolinat e tyre të punës si një formë demokratike reagimi.
faktin që kryeministrin për fat keq nuk e mbajnë më nervat dhe që është i lodhur ose nuk do që të përballet me debatin parlamentar, nuk mund të nënkuptoj kurrë që ai të guxoj, të diktoj linjën e sjelljes deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, apo mund të vi në seancën plenare dhe të sillet siç dëshiron, por në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregulloren e këtij parlamenti. Salla e seancës plenare nuk mund të shndrohet nga kryeministri në një teatr kukullash dhe reagimi i opozitës në këtë rast ishte dhe mbetet vetëm në mbrojtje të kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Kërcënimi nga ana tjetër i kryeministrit që në nisje të fjalës së tij se deputetët e opozitës duhet të bëjnë apo të sillen siç dëshiron ai, ose ndryshe kryeministri nuk do të lejojë debatin parlamentar, është i papranueshëm dhe cënon në rënd rendin kushtetues të një republike parlamentare. Menjëherë pasi diskutimi i kryeministrit ishte ndërprer jo nga ndërhyrjet e opozitës, por nga një video tallëse e një mesazhi virtual, kryetari i Kuvendit, edhe pse fjala i ishte kaluar më parë kryeministrit që duhet të vijonte me paraqitjen e programit politik, i kaloi fjalën kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili pasi gjithashtu kërcënoi deputetët e opozitës me heqjen e drejtës për të diskutuar, në përputhje me nenin 49.1 të rregullores Kuvendit, kërkoi 5 minuta ndërprerje të seancës. Kërkesa ishte për çështjet të procedurës në zbatim të nenit 49.1, ku parashikohet se për çështjet të procedurës fjala jepet menjëherë dhe janë çështjet të procedurës gjithashtu kërkesat për ndërprerjen ose shtyrjen e seancës plenare dhe të diskutimeve. Pas fjalës për procedurë të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sipas pikës 3 të nenit 49, ku parashikohet shprehimisht se në këto raste, përveç propozuesit që diskuton jo më shumë se 3 minuta, kanë të drejtë të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta, secili dhe merret vendim me votim të hapur nga Kuvendi me ngritjen e dorës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, kërkoi që të diskutonte si folës kundër 2 minuta lidhur me propozimin e bërë. Në kundërshtim me pikën 3 të nenit 49 të rregullores të Kuvendit, kryetari i Kuvendit nuk ja dha fjalën dhe ndërpreu seancën pa respektuar kërkesat e kësaj dispozite. Dhe në mbyllje të saj u shpreh publikisht se do t'ia jepte fjalën për procedurë menjëherë me rinisjen e seancës. Kërkesa për procedurë gjithashtu ishte regjistruar në sistemin elektronik të Kuvendit të Shqipërisë. Në rinisjen e seancës me një skenar asgjësues për Kuvendin dhe të parapërgatitur për të mos lejuar debat parlamentar, në kundërshtim me pikat 1 dhe 3 të nenit 49 të rregullores, në vend që t'i jepte fjalën menjëherë kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ashtu siç edhe rregulloria e detyron, kryetari i Kuvendit ja kaloi përsëri fjalën kryeministrit për të kundërshtuar këtë mohim të drejtë të fjalës, mohim të së drejtës fjalës, sipas rregullores të deputetëve të opozitës, ende pa e marrë fjalën kryeministri, një pjesë e tyre u ngritën në këmbë për të kërkuar respektimin e rregullores dhe drejtën e fjalës për procedurë që sipas nenit 49.1 e rregullores duhet të jepet menjëherë. Në vend që të jepte opozitës të drejtën e fjalës për procedurë, kryetari i Kuvendit përsëri i rikaloi fjalën për procedurë kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, një veprim që bie ndesh me nenin 49 të rregullores, sepse i njëjti person nuk mund të marrë 2 herë rresht fjalën për procedurë. Në shkelje flagrante të nenit 110 të rregullores të Kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste propozoi që kryeministri të mos bënte paraqitje në Kuvend të programit politik dhe të përbërjes së Këshillit të Ministrave, deputetëve të hiqej drejtë e fjalës, e drejta për të bërë pyetje dhe të mos zhvillohej debat për programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave, duke urdhëruar kalimin direkt në votim. Kryetari i Kuvendit në kundërshtim me nenin 97 të Kushtetutës dhe pika 3 dhe 4 të nenit 110 të rregullores Kuvendit, ku specifikohet se pas paraqitjes programit politik çdo deputet dhe grup parlamentar ka të drejtë të paraqisë pyetje për kryeministrin. Pas përgjigjeve të pyetjeve, kryetari i Kuvendit deklaron hapjen e debatit për programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave. Koha e debatit përcaktohet nga konferenca e kryetarëve në përputhje me nenin 48 të kësaj rregullore. Në përfundim debatit, pas fjalës së kryetarëve të grupeve parlamentare, ka të drejtë të flasë kryeministri jo më shumë se 10 minuta. Votimi nga Kuvendi i përbërjes dhe programit politik të Këshillit të Ministrave bëhet sipas nenit 58 të kësaj rregullore. Hapi procesin e votimit
dhe hodhin në votim projekt vendimin për miratimin e programit politik dhe të përbërjes së Këshillit të Ministrave. Tani, raporti përfundimtar i Këshillit të Legjislacionit që mban nënshkrimet e deputetëve përfaqësues të opozitës në këtë këshill, vlerëson se shkeljet e pretenduara nuk janë thjesht teknike, por cënojnë drejt për së drejti dispozitat kushtetuese dhe të drejtat themelore të deputetëve. Neni 78.2 e Kushtetutës parashikon se mbledhjet e deputetëve që mbahen pa u thirrur sipas rregullores nuk sjellin asnjë pasojë. Në rastin konkret, asnjë nga afatet që parashikohen për këto mbledhje dhe për miratimin e këtyre akteve nuk janë respektuar. Neni 83.2 e Kushtetutës dhe neni 28.4 e rregullores ndalojnë shqyrtimin e ligjeve dhe të rregullores, e cila barazohet me to me procedurë të përshpejtuar pa kaluar një javë nga paraqitja e kërkesës. Neni 110 i rregullores kërkon që kryeministri të paraqesë programin politik dhe të lejojë pyetje e debat parlamentar. Asnjë prej këtyre nuk ndodhi. Neni 49 i rregullores garanton të drejtën për fjalë për procedurë menjëherë. Kjo mohua për opozitën dhe u abuzua me këtë drejtë nga ana e maxhorancës. Shkeljet e sipërpërmendura nuk mund të justifikohen me procedurë, sepse nuk ka procedurë që mund të përdoret për të mohuar të drejtën e deputetëve të sankcionuar në kushtetut, në ligj dhe në rregullore. Nuk ka rregull që mund të shërbejë si mbulesë për dhunimin e thelbit të parlamentarizmit. Në fakt, pretendimi se procedura u respektua është bërë refreni i mbrojtjes kryetarit të kuvendit, jo vetëm për këto shkelje, por dhe për çdo shkelje tjetër në përditshmërinë e seancave që ai drejton, sa herë që ne deputetët e opozitës i paraqisim këto shqetësime. Por një gjë duhet kemi qartë që të gjithë. Procedura nuk është qëllim në vetvete. Ajo ekziston për të garantuar të drejtën dhe jo për ta mohuar atë. Dhe kur procedura përdoret për të mbyllur gojën, për të shmangur debatin, për të përjashtuar opozitën, ajo nuk është më procedurë, por është një abuzim. Në seancën e 16 shtatorit, ndryshimet në rregulloren e kuvendit u futën në rendite me procedurë të përshpejtuar, pa respektuar afatin minimal 7 ditor të parashikuar në nenin 83 të Kushtetutës dhe nenin 28 të rregullores. Mbledhja u thirr pa respektuar afatin minimal të njoftimit prej 2 ditësh, siç kërkohet në nenin 27.1 të rregullores, duke bërë të pavlefshme atë sipas nenit 78 të Kushtetutës. Por më e rëndë se shkelja e afateve ishte mohimi të drejtës së fjalës për deputetët e opozitës. Kryetari i kuvendit deklaroi se nuk do të kishte diskutim për projekt vendimin duke shkelur nenin 75 të Kushtetutës, nenet 46, 48 dhe 117 të rregullores. Deputetët nuk patën mundësi të paraqesin qëndrimet e tyre, të bëjnë pyetje, të propozojnë amendamente apo të kundërshtojnë përmbajtjen e aktit. Kjo nuk është thjesht një shkelje procedurale. Ky është një mohim i funksionit përfaqësues të opozitës. Në seancën e 18 shtatorit ndodhi ajo që nuk ishte ndodhur kurrë më parë. Kryeministri ndërpreu fjalën e vet për t'ia dhënë një version të animuar të asaj që ai e quajti ministre, pa dekret, pa kompetenca, pa asnjë bazë ligjore. Dhe kryetari i kuvendit ç'bëri nga ana tjetër? Heshti. Jo vetëm heshti, por e lejoi, e mbështeti dhe legjitimoi këtë trill të kryeministrit. Në kundërshtim me nenin 110 të rregullores, nuk lejua paraqitja e programit nga kryeministri, nuk u lejuan pyetje nga deputetët, nuk u lejua debat parlamentar dhe nuk u lejua fjala për kryetarët e grupeve parlamentare. Kryetari i kuvendit kaloi direkt në votim duke bërë atë proces juridikisht pavlefshëm. Relatori i maxhorancës zoti Gjiknuri në Këshillin e Legjislacionit u përpoq të relativizojë këto shkelje duke thënë se jo çdo mos respektimi rregullores pasjell pavlefshmëri absolute. Po kur thot këtë harron të përmend se gjykata kushtetuese në vendimin e saj numër 1 datë 16/2/2022, ka theksuar se pavlefshmëria lind kur shkelja pengon ushtrimin e të drejtave themelore të deputetëve. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur. Deputetëve të opozitës ju mohua e drejta për të diskutuar, për të kundërshtuar, për të përfaqësuar qytetarët që i kanë mandatuar. Tani shkurtimisht pse duhet shkarkuar kryetari i kuvendit vetëm pak seanca pasi ka marrë detyrën. Mos mërzisni, ju keni dëgjuar raporte më të gjata. Ç'ke? Aty do arrim të arsye, do kënaqesh Olsi, ç'ke? Do kënaqesh. Ti jap dhe me shkrim ti konspektosh pastaj. Atëre Zoti Peleshi në këtë muaj e gjysmë në këtë funksion nuk ka qenë garant i barazisë parlamentare. Dëgjoj Olsi se të intereson.
nuk ka qenë garant i barazisë parlamentare, ashtu siç duhet të jetë sapo të marrë detyrën sipas nenit 7 të rregullores. Por zgjatimi i vullnetit kryeministrit, ai ka legjitimuar një praktikë të rrezikshme për jashtimin e opozitës nga debati parlamentar. Nga kërkesa për shkarkim dhe nga qëndrimi ynë në Këshillin e Legjislacionit, rezulton se kryetari ka shkelur solemnitetin e seancës ku prezantohet programi qeveritar, ka mohuar të drejtën e opozitës për të përfaqësuar interesin qytetar, ka lejuar që kuvendit të drejtohet me urdhra verbal nga kryeministri duke humbur pavarësinë institucionale, ka shkelur traditën e konsensusit parlamentar në ndryshimin e rregullores, ka përdosur parlamentarizmin duke kthyer kuvendin në një teatër kukullash. Kjo nuk është çështje karakteri ose diskrecion në ushtrimin e detyrës, por një çështje standardi. Ne nuk gjykojmë këtu individin, por modelin e drejtimit që ai ka përqafuar dhe ka imponuar në kuvend. Dhe ky model është i papranueshëm për një republikë parlamentare në mes të Europës. Të nderuar kolegë, kjo kërkesë e bazuar në këto shkelje nuk është thjesht një çështje e drejtimit të një seance. Kjo është çështje e funksionimit të kuvendit si institucion. Është një çështje e respektit ndaj kushtetutës. Është një çështje e mbrojtjes së demokracisë. Sjellja e kryetarit Peleshi nuk ka qenë thjesht pasive duke heshtur, përkundrazi, ai ka qenë aktiv në zbehjen e rolit të kuvendit. Ai ka zgjedhur të jetë zgjatimi i vullnetit kryeministrit dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, por ka ndodhur sepse ai ka pranuar me dëshirë këtë rol. Nuk ndodh sepse ai nuk e sheh kuvendin si një institucion të pavarur, por si një vegël të ekzekutivit. Në shumë vende të botës, edhe ato me tendenca autoritare, kryetarët e parlamenteve përpiqen të ruajnë një fasadë pavarësie. Dhe nga ana tjetër është krejt e natyrshme që cilido drejtues dhe institucion të ketë tendencën të rrisë dhe të konsolidojë peshën e institucionit që drejton. Por rasti ynë është unik. Kryetari i kuvendit dhe deputetët e majorancës për hir të vërtetës, jo vetëm që nuk kundërshtojnë zhbërjen dhe degradimin e autoritetit të kuvendit, por e përqafojnë dhe me zell të madh madje. Kjo është arsyeja sepse kjo kërkesë për shkarkim nuk është një akt politik i zakonshëm. Është një përpjekje për të ndalur një rrshqitje të rrezikshme drejt një kuvendi të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Sepse nëse opozita nuk ka drejtë të flasë, të kundërshtojë, të debatojë, atëherë nuk kemi më parlament. Kemi një sallë të heshtur ku gjithçka vendoset paraprakisht dhe ku çdo votim kthehet thjesht në formalitet. Tani përpara se ta mbyll, dua t'i drejtoj me një apel personal dhe krejt sinqert kryetarit të kuvendit. Ik përpara votimit dhe jep dorëheqjen. Zgjidh dinjitetin tënd përpara detyrës partisë. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, sepse je ai që ke tentuar të heshtësh opozitën në sallën e sovranit dhe po ashtu të zerosh rolin e parlamentit në demokraci. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, por do të kesh çliruar kuvendin nga drejtimi i kryetari që kur nuk diti ose nuk deshi të ngrihej në lartësinë e detyrës që ajo karrige meriton. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, por të paktën do t'i kthesh drejtimin e kuvendit kryetarit të vet real, atij që sot drejton grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe është ulur pranë teje. Do t'i ikësh vërtet pa dinjitet, por ama do t'u kesh kursyer kolegëve të tu të majorancës poshtërimin e të detyruarit të mbrojnë me vot vetëm 1 muaj e gjysmë pasi të kanë votuar si numrin 2 të shtetit. Sigurisht, unë personalisht nuk kam asnjë iluzion që ju kryetari jeni i lirë ta bëni një gjë të tillë, prandaj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në emër të qytetarëve që na kanë mandatuar, në emër të respektit për kushtetutën, ligjin, rregulloren dhe të gjitha ato vlera që na bëjnë bashkë këtu në këtë sallë, ju kërkoj të gjithë kolegëve të votojnë pro shkarkimit të zotit Niko Peleshi nga detyra e kryetarit të kuvendit. Le të tregojmë të gjithë së bashku se ky kuvend nuk është dhe nuk mund të jetë peng i vullnetit një njeriu të vetëm. Le të tregojmë sot këtu të gjithë së bashku se demokracia nuk është një dekor, por një aspirat për të cilën ja vlen që të luftohet me guxim për ditë. Ju falenderit. Fjalën për prezantimin e raportit shumicës parlamentare e merr zoti Damian Gjiknuri.
Mirëdita të nderuar deputet, të nderuar drejtues të seancës. Pak më parë këtu mbajt një referat në lidhje me pretendimet e një grupi të deputetëve të opozitës, që më vjen mirë që vetë përfaqësuesi që ishte në këtë mikrofon tha që ja respektuar e drejta e tyre procedurale për të paraqitur me një minimum të caktuar deputetësh kërkesën për shkarkimin e kryetarit të kuvendit, dhe kjo e drejtë është respektuar bazuar në procedurë. Do të thotë që çdo e drejtë e opozitës kur do respektohet dhe kur je pjesë e procesit gjithmonë do të respektohet. Këshilli i rregullores, Këshilli i mandateve i legjislacionit e mori në shqyrtim kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E shqyrtoi me shumë seriozitet. Madje u zhvilluan 3 seanca publike ku diskutua, u hulumtua, u paraqitën prova, u debatua nga të gjithë anëtarët e atij këshilli në lidhje me meritën substanciale, siç u tha këtu, të kërkesës së opozitës. Pretendimet qëndronin në 3 drejtime. E para njëherë, pretendimi i parë, pse u ndryshua rregulloria, pse u thrit mbledhja në afate të shkurtra dhe u ndryshua rregulloria gjithmonë për përbërjen e komisioneve parlamentare, pra formimin e komisioneve parlamentare, pa pritur afatin 7 ditor. Pretendimi i dytë është ndërprerja e seancës dhe fjalës së deputetëve të opozitës, dhe pretendimi tretë që nuk u respektua debati parlamentar përpara miratimit të programit qeverisë. Pra ky është thelbi, se e rëndësishme që ta kuptojnë njerëzit. Po marr elementin e parë. Elementi i parë është pabesia, u tha këtu, urgjenca në lidhje me ndryshimin e rregullores. Rregulloria u desh të barazojë me ligjet. Megjithse këtu në këtë sallë ky debat është bërë dhe herë të tjera. Rregulloria nuk është ligj, është shumë e rëndësishme për ne, po ne jemi kuvend sovran. Çfarë do thotë kuvend sovran? Ne bëjmë rregullat tona. Për çfarë ishte thelbi i ndryshimit? Thelbi i ndryshimit ishte do krijoheshin disa komisione të reja dhe kjo ishte deklaruar publikisht. Njoftimi ishte bërë në kohë, ishte diskutuar në konferencën e kryetarëve, të gjitha palët kishin marrë masat për rialokimin e personelit parlamentar, pra secili do zinte vendet e veta në komisione, madje disa filluan të gradoheshin matras dhe shkret normale, nuk ka asgjë të keqe këtu, do të thotë me vedije kishin pranuar pa bërë ndryshimet e rregullores përbërjen e re të komisioneve parlamentare. Ky që thelbi. Palët e dinin, asgjë befasishme, kapeshin të 7 ditëshi. Çfarë ka thënë gjykata kushtetuese, që u përmend edhe këtu më parë? Gjykata kushtetuese thotë rregulloria e kuvendit është akt sovran i brendshëm, normativ i kuvendit dhe që e shtrin efektin vetëm brenda anëtarëve të kuvendit, jo jashtë kësaj salle. Nuk është ligj. Pse ligji? Se ka një arsye, duhet të hyjë në interpretimit kushtetues, interpretimit logjik, interpretimit qëllimor. Pse ligji? Po se ligji krijon pasoja për tret të dashur qytetar që na dëgjoni. Prandaj do ligji edhe kur ka raste emergjence apo kur ligji kërkon të miratohet me një shumicë të cilësuar apo me një shpejtësi të caktuar kur e kërkojnë interesat kombëtar, krijon pasoja për të tretët. Është rregull i vendit, ligji i vendit. Do thotë që palët duhet njihen, debati parlamentar duhet jetë i gjallë, sepse palët duhet njihen dhe me pasojat e tyre. Pse jo rregulloria? Sepse rregulloria është një akt i brendshëm ku palët ishin njohur, i kishin pranuar, kishin ndarë vendet e tyre në komision, ishin përgatitur gjithë për të drejtuar komisionet përkatëse, se s'kisha asnjë surprizë. Prandaj nuk barazohet rregulloria me ligjin. Dhe këtë ka thënë dhe gjykata kushtetuese, këtë kam thënë dhe unë në këtë raport dhe u diskutua nga Këshilli i legjislacionit në mbledhjen që u zhvillua. Pra që pretendimi i parë bie dhe nuk ka asnjë vlerë. Kalojmë tek pretendimi i dytë. Pretendimi i dytë, pse kryeministri provokoi sallën dhe ndërpreu mbledhjen kur paraqiti programin qeveritar. Le të ndalemi këtu. Kushtetuta ka përcaktuar qartë çfarë ka detyrë Këshilli i Ministrave dhe kryetari i Këshillit të Ministrave kur vjen çështja tek paraqitja e programit dhe përbërjes. Çfarë ka detyrë ka? Të paraqesë programin brenda një afati të caktuar 10 ditor, përbërjen e Këshillit të Ministrave dhe kuvendi ka detyrë ta miratojë. Ky është qëllimi i kushtetutës. Në themel ajo mbledhje ka një objektiv: miratimi e programit dhe ekipit qeveritar. Sepse në fundit për çfarë është parlamenti?
Parlamenti është baza që i krijon mundësitë që vendi të qeveriset. Pa qeveri nuk ka qeverisje. Pse ka afate? Ka afate sepse vendi nuk mund të lihet në vakum qeveritar. U provokua se kryeministri foli nëpërmjet ministres Diella. Le ta analizojmë shkurt këtu. Kryeministri përdori fjalën e tij, në fjalën e tij përdori edhe mjete ndihmëse teknologjike. Dikush do të thotë një avatar, i cili nuk është ministër. Pse s'është ministër? Kryeministri në dekretin e presidentit, ta sqaroj këtë. Kryeministri në dekretin e presidentit. Ju lutem, pak qetësi nga salla, ju lutem. Se keni kap të këtë vështrim. Se unë gjithmonë them në gjë interesante, dëgjoni. Kryeministri ka thënë, jam përgjegjës për ngritjen e ministrisë të programit që këtë rast të quaj Diella, mund të quaj Manhattan Project. Pra, kryeministri merr përgjegjësinë e një sektori qeveritar, inteligjenca artificiale dhe dekreti e presidentit, çfarë thotë? Kryeministri është përgjegjës për ngritjen e Ministrisë Inteligjencë Artificiale. Mund të thoshte Ministria për hapësirën ajrore. Dikur ka pasur kryeministri 2007 në Shqipëria fuqi bërthamore, ngriti një grup pune e drejtonte vetë, nuk ka asgjë të keqe. Do të thotë gjë që kryeministri po paraqiste një element të ri në qeverisjen e vendit, teknologjinë. E bëri nëpërmjet një projektimi që PowerPoint, pra nëpërmjet mjeteve elektronike, formë moderne e komunikimit, kush do të dëgjoj. Çfarë kishte të keq? Çfarë të keqe ka këtu? Pse më unë kam thënë, po si ka mundësi ka ta ndiset forca më e madhe opozitë? Duam vija keqse, vuajmë dhe ne nga kjo. Ka ta ndiset luftë ndaj inteligjencës artificiale, ludizmi modern e kam quajtur. Pengohet zhvillimi teknologjit, kundërshtohet me çdo formë. Dikur si ato debatet mes dragomanëve dhe në punësit në portën e lartë, a duhet na hyj shtypshkronja apo jo? Se shtypshkronja do na korrodoj civilizimin e asaj kohe, civilizimin islam. Me gjithë respektin që kam, po flas islami politik të asaj kohe. Do të thotë që këto janë metoda primitive. A keni mundësi ju si opozit, keni shumë mundësi, edhe unë mund të kem shqetësime nga përdorimi i inteligjencës. Po me drejt mund të kërkoni, zoti kryeministër mund të bëhet pyetje. Kush është përgjegjës për këtë? Kush është ekipi? Çfarë algoritme do përdorni? Kush do të jetë ekipi? Si do të jetë përgjegjësia? Çfarë accountability do të ketë? Sa do të jetë buxheti, kosto të tjera si këto? Këto janë pyetjet e natyrshme që duhet ngrejë çdo qytetar dhe çdo opozitar që kërkon llogari mbi programin qeveritar. Nuk e bët këtë. Por kaluat në prishjen e rendit në sallë. Prandaj duhet kaloj te tema tjetër që ngrini pretendimin. Unë ndërpres seanca. Ja thash dhe në këshill, se do mërziten sa do të dëgjojmë përsëri. Po që në themelet e shoqërisë moderne ka pasur një konkurim koncepti. Liria, rendi liria. Çfarë do të thotë? Rregulli, kaosi. Që në kohën e Thomas Hobbesit, Leviathan, kaosi, liria. Apo qoftë dhe Lokut, apo qoftë edhe Rusojt, kontrata sociale thoshte garantimi i drejtave, po garantimi edhe i marrëdhënies juridike që përfaqëson rendin. Po këtu e stelbim. Nuk mund të shtrosh liri në kaos. Ju doni që me zhurmë të kundërshtoni një gjë që e keni drejt ta kundërshtoni me fjalë. Madje këtu një deputet i Partisë Demokratike, nuk duhet ja përmend emrin, tha me drejt, por këtu na u pangua fjala, kishte nga ne që nuk donin të binin tavolinës, po donin bënin debat parlamentar. Pra u cënua një pakicë. Dhe ky është garantimi i lirisë, se qëllimi i kuvendit është debati parlamentar, të përçoheni det. Dhe ju për shkak të zhurmës së ngritur e bët të pamundur vazhdimin e seancës. Duke e bërë të pamundur vazhdimin e seancës, çfarë ngeli kryetari i kuvendit? Të vinte rregull, bëri thirrje, ndërpreu, negocioi me ju, kërkoi që të shtyhet mbledhja, të rihapet prapë. Përsëri u vazhdua me akte të jo normale të zhvillimit të mbledhjeve. Atëherë, në këtë rast prevalon detyrimi që ka kuvendit të votojë qeverinë, se thash synimi kryesor kush ishte aty? Votimi i qeverisë. Qeveria nuk mund të rrinte pa votuar. Dhe më bëj t'ju kujtoj se ka dhe histori parlamentare. Çfarë ka histori parlamentare? Dikur në 2006, unë s'kam qenë deputet në atë kohë, po i kam ndjerë se me që merresha me zgjedhjet, kjo sallë u përfshi nga akte dhune. Dhe parlamenti, megjithse selia sipas ligjit dhe salla dhe mbledhjet e këtij parlamenti dhe ligjet duhet miratohen këtu, u zhvendos. Sigurisht e gjendje lufte, u zhvendos në kryesinë e kuvendit dhe aty miratoi një vendim. Dhe u përdor argumenti, megjithse u kundërshtua ai vendim, u përdor argumenti qëllimi i kuvendit në vetvete është të miratoj ligje dhe rregulla dhe kur pamundsohet rendi normal publik rregulli në këtë sallë, natyrshëm parlamenti si trup, se trupa nuk e bën sallën.
Salla është një vend ku njerëzit zhvillojnë mbledhje. Ne atributi jonë qëndron nga mandati që kemi dhe nga aftësia që kemi për të marrë vendime. Dhe u zhvendos kryesinë e kuvendit, morë një vendim, mjaftuan sa antarë atëherë. E kujtoni besoj në 2006. Do të thotë që prapë prevalon e drejta për të votuar dhe për të miratuar në këtë rast programin e qeverisë dhe përbërjet e qeverisë. Prandaj dhe shkelja nuk ekziston, nuk ka shkelje materiale, nuk ka shkelje kushtetuese, nuk mundet kryetari kuvendit sa herë kemi ne pretendime për rregulloren, t'i thuhet ikti tash se s'po e drejton mirë mbledhjen. Kjo është recetë për kaos të nderuar. Prandaj edhe vendimet e gjykatës europiane të përmendura në atë raport, se unë nuk dua t'i kthehem tash ta zgjas, e bëjnë qartë që ka një balancë mes fjalës lirë dhe rregullit. Dhe në fund prevalon rregulli, sepse rregulli mundson përqimin e ideve. Qofse ne nuk dëgjojmë njëri tjetrin, atë ne nuk jemi politik. Ç'është politika? Politika është arti i komunikimit, arti i folurit. Leadership është komunikim, kohët moderne. Po s'patëm komunikim, si do kemi leadership? Dhe si do na shohin ne qytetarët kur sulmojmë njëri tjetrin? Ore, po s'patëm respekt për këtë shtëpinë tonë, i nxjerrim syt, përmbysim tavolinat, po pse më do ketë respekt qytetari për kuvendin e Shqipërisë, për ne si politikan? Pra pa këtu fillon. Respekti fillon që nga respekti i kësaj shtëpie dhe normave të rregullit. Më vjen mirë që ka filluar të kthehet kjo normalitet. Le të shërbej ky votim kundër shkarkimit kryetarit si një mësim i mirë që ne nuk nxjerrim gjë nga debatet e kota me metoda jo demokratike, me sharje me njëri tjetrin. Këtu unë jam dakord, unë e them, e kam thënë dhe atje. Këtu le të flitet për çfarë duhet, s'kam problemun me atë. Jo, rendi, jo, s'ka gjë, të flitet çfarë, por të mos ofendohet tjetri, të rrihet brenda një vokabulari normal politik që respektojmë njëri tjetrin. Prandaj them që Niko Peleshi, kryetari i kuvendit, ka bërë maksimumin e tij dhe me natyrën e tij. Unë dua të them, unë e njoh Nikon për shumë vite. Ka marrëdhënie normale me të, nuk hyn te miqtë e mi të ngushtë, as te kundërshtarët e mi, por Niko ka një cilësi. Është natyrë e qetë, është natyrë që do të përfshijë sa më shumë njerëz në debat dhe mendoj që një personaliteti i tij, unë i them nga njerë me humor, si ajo filozofia taoiste e vjetër, përfaqëson qetësinë, lënien e gjërave në mënyrë natyrale dhe është njeriu që di ta përfshijë mirë të gjitha debatet, kundërshtit apo vlerat e çdo lloj seksioni politik në këtë sallë. Prandaj them që mendoj që pozicioni i tij i vështirë kur kaosi mbizotron mbi rendin ka bërë të mundur që ai i detyruar për qëllimin e lartë që kishte kuvendi për miratimin e programit të qeverisë të ndërpres seancën, por nuk dikton dhe nuk mëshiron apo nuk i atribuohet asnjë shkelje e karakterit kushtetues, por ka mbrojtur rendin kushtetues, qëllimin e këtij parlamenti, miratimin e ligjeve dhe zbatimin e rregullit në këtë sallë. Prandaj, të nderuar deputet, ju bëj thirrje ta mbështesim kryetarin ton me votë për punën që ai ka bërë, për respektimin e rregullores dhe le të shërbejë kjo dhe njerëz si mësim i mirë. Të respektojmë shtëpinë tonë, të respektojmë njëri tjetrin. E kanë thirrje shumë njerëzore këtë. Qytetarët do ta humbin akoma më shumë besimin tek ne, teksa na shohin ne që kacafytemi me njëri tjetrin. Me mos kujton se jep të drejtat i vërtet më shumë. Ka studime psikologjike për këtë punë. Kur njeriu nuk dëgjohet dot, ka një arsye pse s'dëgjohet dot. Ose ti s'ke argumentat e nevojshme, ose ty s'lën të flasësh. Për të lënë të flasësh. Kur të dëgjojnë, pastaj ti fillon vërtet se kalon në ekstrem. Unë nuk besoj se ju s'keni argumenta po të doni të flisni, po ju vetë nuk doni të flisni dhe shembulli që përmendëm më parë, që një nga ato shembuj që duhet na bëjë të reflektojmë. Faleminderit shumë, suksese Niko Peleshi. Faleminderit zoti Gjiknuri. Neni 114 i rregullores kuvendit parashikon një procedurë të qartë në rastin e kërkesës për shkarkimin e kryetarit kuvendit. Kryetari i kuvendit ka kërkuar të dëgjohet në seancën plenare. Zoti Peleshi, fjala për ju. Nderuar drejtues e seancës, kolegë të nderuar, para pak javësh ndodhi një ngjarje e rëndë. Një gjyqtar u qellua për vdekje në sallën e gjyqit. Nga ai moment dhe në vazhdim u shpërfaq një ngjarje akoma më e rëndë. Në rrjetet sociale pati një numër jo të vogël reagimesh që u solidarizuan
me autorin e krimit. Mbase tani dikush pyet ç'lidhje ka kjo me këtë procedurë shkarkimi të kryetarit të kuvendit. Por bëni pak durim. Unë do t'i përgjigjem shkakut të vërtet të kësaj procedure dhe jo pasojës. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi i një krau politik kundër një krau tjetër. Vetëm në 2 seancat e fundit, për shembull, maxhoranca ka folur 291 minuta, kundrejt 439 minuta të opozitës, pra 60% të kohës e ka patur opozita. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarse, nga e cila nuk heqim dot dorë. Nuk është shkelja e rregullores apo kushtetutës. Ajo është vetëm etiketa e përdorur gabim. Sepse rregulloria nuk të lejon të fyesh, të shash, të akuzosh, të bllokosh foltoren, të pengosh fjalën e deputetëve të tjerë, apo të vendosësh të mos zbatosh masat disiplinore. Po kushtetuta. Pak gjasa ka të shqetësohesh për kushtetutën e Republikës, ta respektosh e ta lexosh me kujdes atë. Nëse ti je gati ta flakësh në ajër e madje ta përdorësh librin e kushtetutës sigur mbi kokën e kundërshtarit politik. Problemi nuk jam unë, por mungesa e vullnetit për t'u angazhuar në një sjellje të re politike. Në respektim real, jo falso, të kushtetutës rregullore dhe traditës parlamentare. Kushtetuta rregullore apo tradita parlamentare garantojnë të drejtat e deputetit, por gjithashtu ndalojnë keq përdorimin e të drejtës. Keq përdorimi i të drejtës duhet të jetë vija e kuqe, ku mbaron e drejta jonë për t'u folur e për t'u dëgjuar. Nëse do të bijem dakord për këtë, ashtu siç na detyron në fakt kushtetuta dhe rregulloria, gërma dhe fryma, ambicia dhe standardi evropian i parlamentarizmit, atëherë nuk do të përballemi me situata të shëmtuara që pamundsojnë zhvillimin e seancës. Por me sa duket nuk është kaq e thjeshtë. Në këtë mocion për shkarkimin e kryetarit të kuvendit na ka sjell rezistenca. Rezistenca për të mos lejuar askënd në pozicionin që unë kam nderin të mbaj, të guxoj, të ndryshoj këtë sallë nga arenë dhune verbale në arenë të mendimeve alternative dhe politikës konstruktive, apo të shkurajoj personalizimin e diskursit politik, si pjesë e kulturës nga e cila duhet të ndahemi. Ndaj, le ta veshim këtë sallë, ku dhe unë bëj pjesë prej vitesh tashmë, me përgjegjësitë e vërteta edhe shpesh të pathëna. Kjo kulturë që shpesh kultivohet këtu vret shpresat e të rinjve, vret besimin të e nesërmja, vret optimizmin. E sa do e rëndë që mund të tingëlloj për veshët tanë, unë do ta them. Kjo kulturë e urrejtjes këtu ka pjesën e vet edhe në dhunën në shoqëri. Duhet përballemi me këtë të vërtetë të pakëndshme. Parlamenti nuk pasqyron thjesht shoqërinë, por e formëson shoqërinë. Çdo fjalë e shqiptuar në këtë sallë jon përtej këtyre mureve. Kur qytetarët ndezin televizorin apo shpletojnë telefonin, na shohin ne, përfaqësuesit e tyre të zgjedhur, të angazhuar në diskursin parlamentar. Pavarësisht nëse e pranojmë apo jo, qoftë për mirë apo qoftë për keq, ne po mësojmë atyre si funksionon demokracia. Si duhet të sillemi kur nuk merremi vesh. Si duhet reaguar kur mendojmë se na shkelet e drejta. Kur merremi me sulme denigruese, personale, kur bërtasim kundër njëri tjetrit, kur i trajtojmë kundërshtarët si armiq, në vend që t'i shohim si shërbëtorë të përbashkët të sëmirës politike, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se i kthejmë në normë shoqërore këto sjellje. Ne u themi zgjedhësve tanë se kjo është mënyra si duhet veproni kur nuk ju pëlqen mendimi apo vendimi tjetrit. Degradimi i diskursit parlamentar krijon efekt kaskad në gjithë shoqërinë. Kur përdorim gjuhë nxitse, ajo bëhet fjalori i argumenteve të tavolinës së darkës.
dhe të komenteve në rrjetet sociale. Kur i demonizojmë ata që kanë pikpamje të ndryshme, ne u japim leje fëqinjve të shohin njëri tjetrin me armiqësi. Kur manipulojmë me gjysmë të vërteta, me shpifje, ne gryejmë themelin e përbashkët të fakteve mbi të cilat duhet të qëndrojë debati publik. Incidenca në rritje e gjuhës së urrëties, polarizimi në rritje brenda komuniteteve, vullneti në rënje për t'u angazhuar në dialog përtej ndarjeve politike janë fenomene që nuk dalin në vakum. Ato lulëzojnë në tokën që ne kemi ushqyer me shembullin tonë. E kemi transformuar parlamentin nga një forum demokratik në një arenë lufte. Seancat që kanë degraduar në përplasje fizike, hedhje sendesh apo fjalësh kundër njëri tjetrit, janë në fakt dëshmi e paaftësisë son për të shkëputur nga kjo kulturë. Reagimi juaj me këtë mocion është asgjë më shumë se sa përpjekja për ta vendosur kryetarin e kuvendit në presionin e të shkuarës. Pra, të vazhdimit. Unë ju falenderoj që ma jepni mundësinë ta sqaroj edhe një herë. Do të përpiqem e do të bëj gjithçka që kam në dorë, që ky parlament të ngjasoj gjithnjë dhe më tepër një parlament evropian. Natyrisht, jo i vetëm, por me gjithë ata deputet të vjetër apo të rinj, nga të gjithë krahët e politikës, që e kanë vullnetin për të parë drejt të ardhmes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Atë që nuk ja kam lejuar vetes në gjithë jetën time politike, dhe që përkon edhe me frymën dhe me gërmën e rregullores dhe të kodit ton të sjelljes, të ngelur në letër shpeshherë, brenda të drejtës time ligjore dhe legjitime, nuk kam se si ta lejoj për të tjerët. Në jetën time politike, unë nuk kam denigruar askënd. Nga kjo foltore nuk kam sulmuar personalisht askënd. Nuk kam fyer, nuk kam shpifur, nuk kam përdorur emra familjarësh apo individësh, nuk kam shkelur mbi personalitetin e askujt. Edhe e dini, kam drejtuar 13 fushata politike dhe kam fituar 13 herë. Sepse e besoj që suksesi në politik nuk e ka kusht denigrimin. Nëse kërkoni një lloj tjetër personaliteti, ky nuk jam unë. Dhe sot keni mundësinë të votoni pro shkarkimit. Për te modestisë, unë mendoj se kur kjo sjellje politike, pas sulme personale, të mos quhet dobësi, por të kthehet në normë, atëherë ne do të kemi bërë një hap tjetër më afër Europës. Etika e debatit kërkon që ne të angazhohemi në argumente të fortë, jo në karikatura të dobta. Etika na kërkon të modelojmë përullësi intelektuale, pra pranimin që edhe mund të jemi gabim, që edhe mund të mësojmë nga ata me të cilët nuk bëjmë dakord. Gjua nuk është neutrale. Fjalët mund të ndriçojnë ose të errësojnë, të bashkojnë ose të ndajnë, të shërojnë ose të vrasin. Gjua kocka s'ka, por kocka thyen, thot populli. Kur ne vendosim gjuhën politike si armë, duke folur për kolegët tanë si armiq, ne kontribuojmë në një kulturë politike në të cilën dhuna, qoftë retorike apo fizike, bëhet opsion. Në rastin më të keq, kultura që kemi lejuar të zhvillohet, i kthen diferencat politike në kërcënim ekzistencial, pra vret. Qytetarët fillojnë të shohin ata që votojnë ndryshe jo si fëqinj me prioritetet ndryshme, por si armiq që duhen mundur me çdo kusht dhe me çdo mjet. Kur institucionet respektuara si parlamenti modelojnë retorikë përqarse dhe armiqësore, këto tendenca vetëm përshpejtohen. E si mund të mbjetohet demokracia kur qytetarët e shohin gjysmën tjetër të bashkëqytetarëve të tyre si pjesëmarrës të paligjshëm në jetën demokratike? E megjithatë, ky është pikërisht botkuptimi që ne kultivojmë kur angazhohemi në retorikë ndarse, e kur e trajtojmë kompromisin dhe konsensusin si tradhti. Ne nuk mund të vazhdojmë në rrugën ku jemi, duke kontribuar në polarizimin dhe fragmentarizimin e shoqërisë sonë. Duhet të njohim përgjegjësinë dhe mundësinë tonë unike për të modeluar një shoqëri më të mirë. Demokracia e fuqishme kërkon debat të fuqishëm, por fuqia nuk duhet përmbaj dhunë. Opozitarizmi nuk duhet ta përjashtojë respektin. Devotshmëria ndaj partisë nuk duhet të merret dhe të matet me aftësinë për sulme personale.
Ne mund të mos blihem dakord me forcë, ndërkohë që pranojmë angazhimin tonë të përbashkët ndaj vlerave demokratike. Ne mund të kritikojmë ashpër politikat apo projekt ligjet, ndërkohë që tregojmë mirësjellje ndaj atyre që i propozojnë ato. Ne mund të mbajmë të forta bindjet tona, ndërkohë që mbetemi të hapur për bindjet dhe dëshmitë dhe argumentet. Askush nuk humbi politikisht nga seanca e fundit. Opozita mori kohën që i takon, çdo deputet pavarësisht partisë që përfaqëson pati mundësi të flasë në çdo pikë të rendit ditës. Institucionet e pavarura patën mundësi të raportojnë e të përgjigjen pyetjeve. Deputetët patën mundësi të bëjnë komentet e tyre mbi përgjigjet. Pra një hapësirë normale politike e demokracisë. Unë juftoj të krijojmë së bashku pikërisht këtë mjedis normal, ku debati politik zhvillohet në normalitet dhe në liri të plot, fjale dhe veprimi politik, përsa kohë që nuk shkel në lirinë e tjetrit. Unë bëj thirrje sot për një ndryshim themelor në kulturën parlamentare, një ndryshim që njeh rolin ton si shembull demokratik dhe pranon peshën ton në çdo përgjegjësi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit zoti Peleshi. Këtu mbyllen diskutimet për çështjen. Ju lutem bëhuni gati për procesin e votimit. Kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Jemi në proces votimi. Votoni, ju lutem. Ju lutem votoni. Ju lutem votoni për prezencën. Mbyllet votimi për prezencën, 111 prezent. Projekt vendim për shkarktimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i fshehtë me elektronik. Koleg, hapet votimi. Ju lutem, koleg, votoni. Koleg, vazhdoni, votoni. Atëherë mbyllet votimi. Janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projekt vendimi nuk miratohet. Këtu mbyllet seanca plenare, seanca e radhës fillon në 11:30.